Askush si ka treguar këto 11 përdorime të sodës së bukës. Edhe pse ne e përdorim atë shpesh në jetën tonë të përditshme, soda e bukës është ende një mister për shumë njerëz që e lidhin atë me cilësinë e saj. Ajo siguron përfitime të shumta shëndetësore, sidomos për shëndetin e njeriu dhe bukurinë. Soda është e lirë dhe mund të gjendet kudo. Ja përfitimet kryesore që do të merrni prej saj sipas Bright Side. Sodën e bukës mund ta përdorni gjithashtu si një deodorant natyral. Po ta aplikoni sot buke në sqetollat tuaja, era e keqe e tyre do të zhduket. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mjafton të krijoni një pastë me përmbajtjen e sodës, gjysmë lugje çaj sodë buke dhe gjysmë lugje çaj ujë. E aplikoni atë në sqetulla dhe era e keqe do të zhduket. Soda e bukës është një alternativë shumë e mirë në mbrojtjen e shëndetit kundër pickimeve, sidomos edhe të insekteve të ndryshme. Nëse aplikoni pak sodë buke me ujë në vendin ku jeni pickuar, do të parandaloni kruajtjen dhe irritimin e problemit. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu si një pastrues dhe lehtësues i këmbëve. Miksoni ujë të ngrohtë me sodë buke dhe fusni këmbët tuaja në të. Kështu do të disinfektoni dhe pastroni gjithashtu edhe problemin e shëndetit të këmbëve. Gjithashtu atë mund ta përdorni në forma të ndryshme, por soda e bukës do të jetë një alternativë vërtet e veçantë për shëndetin tuaj. Substancat që përmban soda e bukës do të ndihmojnë në pastrimin e shtëpisë, të lëkurës, gjithashtu edhe të reduktojë një sër komplikacionesh. Ajo përdoret për gatim, për pastrim, për heqjen e njollave, zbardhjen e rrobave dhe si një produkt shumë i mirë i bukurisë. Dëgjoni në këtë video disa nga përfitimet fantastike që do të merrni nga përdorimi i sodës së bukës sipas Bright Side. Soda e bukës mund të përdoret si deodorant natyral freskues kundër djersitjes. Udhëzohet të përzieni 4 lugë gjedhe sodë buke, 4 pika nga vaji esencial i preferuar. Më pas të lyeni zonën ku djersiteni më shumë për të hequr bakteriet që shkaktojnë aromën e keqe. Ajo mund të përdoret gjithashtu edhe kundër aromave. Hidhni një filxhan kafeje me sodë buke në vask dhe bëni një banjo për gjysmë ore. Në këtë mënyrë do të pastroheni nga bakteriet dhe acidet e ndryshme që shkaktojnë erën e keqe të trupit. Për një lëkurë më të butë mund të bëni një banjo 1 herë ose 2 herë në javë me përdorimin e sodës së bukës. Hidhni pak sodë buke në shampun tuaj të trupit dhe masazhoni duart dhe këmbët. Më pas i lani ato me ujë të bollshëm dhe do të zbuloni se sa të butë do ta keni lëkurën tuaj. Nëse doni thonjë të shëndetshëm, atëherë përdoreni sodën e bukës. Bright Side udhëzon të përzieni 3 lugë gjedhe sodë buke me 1 lugë gjedhe me ujë. Pastaj pastën e vendosni mbi thonjë dhe e mbani për disa minuta. Më pas i shplani duart tuaja me ujë të bollshëm. Nëse doni që të largoni erën e keqe të gojës, mund të përdorni gjithashtu në dietën tuaj sodën e bukës. Hidhni 1 lugë çaji sodë buke në 1 gotë me ujë. Pasi soda të jetë tretur mirë, bëni gargar me këtë përbërje. Kështu do të ndihmojë në largimin e erës së keqe të gojës që mund të vijë kryesisht edhe nga probleme të ndryshme siç mund të jetë konsumi i hudhrës ose i qepës. Nëse doni flok më të shëndetshëm, atëherë sigurisht në ndihmë do ju vijë përdorimi i sodës së bukës. Shampot tradicionale janë të pasura me kimikate të ndryshme, të cilat prishin balancat e skalpit dhe do besojnë gjithashtu flokun tuaj. 1 herë në muaj dhe jo më shumë mund të përdorni sodën e bukës për të ruajtur kështu shëndetin tuaj të flokut. Nëse doni dhëmbë të bardhë më të shëndetshëm, në ndihmë mund t'ju vijë edhe në këtë rast soda e bukës. Nëse sodën e bukës e përzieni me ujë të oksigjenuar, do të përfitoni një masë të fortë të zbardhuese për shëndetin tuaj të dhëmbëve. Përdoreni këtë masë të paktën 1 herë në javë për të shmangur kështu dëmtimet e smaltit dhe për të patur një shëndet më të mirë dentar. Është e rëndësishme të mos teprohet dhe të përdoret me kujdes në mënyrë që të merrni shumë përfitime. Soda e bukës mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në çdo aspekt. Ajo mund të përdoret si një eksofilues i fytyrës.
Soda e bukës ka grimca të imta që ndihmojnë në largimin e qelizave të vdekura të fytyrës, duke e bërë lëkurën më të butë dhe më të ndritshme. Për të bërë këtë, merrni një lugë të vogël sodë buke, shtoni disa pika ujë derisa të krijohet një pastë, e aplikoni pastën në fytyrë me lëvizje rrethore duke shmangur pjesën e syve dhe të buzëve. E masazhoni për 20 deri në 30 sekonda. Më pas e shplani me ujë të vakët. Thajini fytyrën dhe vendosni hidratues. Është e rëndësishme të mos përdoret më shumë se një herë në javë. Mund ta përdorni sodën e bukës për zbutjen e themrave. Soda e bukës do të ndihmojë në zbutjen e lëkurës së trashë dhe largimin e aromave të pakëndshme, të cilat mund të vinë nga këmbët tuaja. Për ta bërë këtë, duhet të ndiqni këto hapa. Mbushni një legjen me ujë të ngrohtë. Shtoni në këtë 2 lugë sodë buke dhe i përzieni mirë. I mbani këmbët në këtë ujë për të paktën 15 minuta, derisa uji të ftohet. I fërkoni lehtë të themrat më pas edhe me një zbutës që mund të largojë edhe themrat e plasaritura. Më pas i shplani me ujë të pastër dhe i thani mirë me peshqir. Vendosni në fund krem hidratues për këmbët. Kjo do të ndihmojë edhe në zbutjen e themrave tuaja për të marrë rezultate më të mira. Është e rëndësishme të përdoret të paktën çdo mbrëmje. Mund të neutralizoni erën e keqe të trupit me përdorimin e sodës së bukës. Soda e bukës është një produkt fantastik për të neutralizuar bakteriet që mund të shkaktojnë erërat të këqija të trupit tuaj. Për ta bërë këtë, merrni pak sodë buke, fërkoni lehtë në sqetulla mbi lëkurë të thatë, e lini për disa minuta dhe më pas vendosni menjëherë rrobat. Testojeni fillimisht nëse keni alergji ose jo. Gjithashtu, për të pasur dëm të shëndetshëm, këshillohet të përdoret jo më shumë se një herë në javë soda e bukës. Soda e bukës mund të veprojë si një pastrues për njollat sipërfaqësore pa përdorur kimikate të forta. Për ta bërë këtë, ndiqni këto hapa. Përzieni një maj luge sodë buke me pak pastë dhëmbësh. Më pas lani dhëmbët butësisht pa e sforcuar për 2 minuta. Më pas i shplani gojën mirë me ujë të bollshëm. Mos e përsërisni më shumë se një herë në javë. Pastrimi i sodës së bukës mund të jetë gjithashtu një ndihmë shumë i mirë edhe në eliminimin e erës së keqe të frigoriferit. Soda e bukës mund të përdoret si një thithës i aromave të këqija pa përdorur deodorant me kimikate. Për të bërë këtë hap të mirë për të larguar erën e keqe të frigoriferit, ndiqni këto veprime. Vendosni një tas të vogël me sodë buke të hapur brenda në frigorifer. E lini të qëndrojë për disa ditë. Zhvendësoni sodën çdo 1 deri në 2 javë. Kështu do të largojë aromat e rënda që kanë ngelur në frigorifer, edhe pse e keni lar atë nga jashtë. Pastrimi i lavamanit dhe rubinetit nga gërqera dhe njollat e forta të ujit mund të arrihet fare lehtë me përdorimin e sodës së bukës. Për të bërë këtë hap që të jetë i rëndësishëm, shtoni pak sodë buke mbi sfungjer ose direkt mbi rubinet ose në lavaman. Fërkojeni për disa minuta, më pas e shplani me ujë të bollshëm. Pastrimi i tapetave dhe dyshekut gjithashtu mund të jetë me rezultate të larta me përdorimin e sodës së bukës. Soda e bukës mund të përdoret për të thithur aromat e forta dhe të freskojë gjithashtu tapeta dhe dyshekun tuaj. Për të bërë këtë, ndiqni këto hapa të thjeshtë. Spërkatni sodë buke në mënyrë të barabartë mbi tapet ose në dyshek. E lini të qëndrojë për 20 deri në 40 minuta, më pas e largoni atë me një fshesë elektrike. Gjithmonë duhet të përdoren në sasi të vogla dhe të testoheni nëse jeni alergjik nga përdorimi i sodës së bukës. Atë mund ta kombinoni me ujë ose mjaltë për ta përdorur në bukuri. Gjithashtu është e rëndësishme që ta përdorni si duhet, në mënyrë që të merrni rezultatet e duhura për shëndetin tuaj. Nëse ju pëlqeu kjo ide, mos harroni të klikoni subscribe dhe të shpërndani këtë video me miqtë tuaj. Provoni disa prej tyre dhe na tregoni në koment se cila ishte më e dobishme për ju. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like, do ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.